Bilanci dëmeve pas dimrit në komunën e Fierzës do të përjetohet gjatë, ndërkohë që banorët janë zhytur në varfëri dhe skamje. Përballë vështirësive me të cilat përballen banorët e kësaj komune, misioni Shën Jozefi në Fusharrës ka ndërhyrë duke u përgjigjur kërkesës për ndihmë të kryetarit të kësaj komune Vasil Muslia. Motër Bernadette dërgoi sot në këtë komunë artikuj ushqimor për njerëzit dhe bagëtit, duke ndikuar kështu në zbutjen e varfërisë me të cilën përballen banorët e fshatrave të Fierzës pas dimrit të ashpër e më shumë. Duke vlerësuar përvojëtorinë e këtyre njerëzve, motër Bernadette, e cila prej vitesh ndihmon të varfrit bashkë me motër Gracia, ka shpërndar vetë mielin dhe artikujt e tjerë, duke porositur njerëzit që të mos e humbin shpresën, por me besimin në Zot të vazhdojnë jetën në vendin e tyre. Fash në vorë që në ratë mas, borë, gazet jena konë bëllë, me himë madhe në kanë bëllë. Dim një konë i ranë bëllë, shi falenderoj për me himë që në kanë bëllë. Panim ndaj prej motrave të Fusharësit, si na respektuan këtë dita shumë shtira dhe shumë respekt, Zoti i moftë, Zoti rujt. Për të faleminderit shumë. E kofi, e rnofi, e prinjëm zëmorë. Vetë motër Bernadette, e lumtur për ndihmën që i është dhënë banorëve të disa fshatrave në komunën e Fierzës, e ka cilësuar jetën në këtë zonë mjaft të vështirë, ndërkohë që ka marrë dhe mirënjohjen e kreut të komunës Vasil Muslia. Neve ka ardhur kryetari i bashkisë e Fierzës, e ka kërkuar ndihmë për 4 fshatra. Për Arst, për Miliska, për Poraf, e për Buçon. Sot kemi ardhur me kamionat, e kemi sjell miell, për çdo familje 50 kg, kemi sjell vaj, kemi sjell makarona 5 kg për çdo familje. Kemi sjell bar për baktin, ata kanë qenë shumë kënaqur, sidomos për barin që nuk kanë pasur asnjë. Ata kanë thënë që nuk ka ndihmuar askush, shumë pak. Përveç kisha e Fushasit, njës dollin shumë i kënaqur. Jeta këto është tepër vështirë. Ata janë disa pa dritë, janë pa ujë, nuk kanë shkollë, nuk mund të shkojnë të shkolla, nuk kanë doktorat, infermierja aty. Për baktin nuk kanë për të hëngur, është jeta vërtet tepër vështirë këto. Situata ishte shumë e vështirë. Banorët kaluan me vështirësi shumë këtë periudhë dimrit. Dhe duke kërkuar shumë ndihmë nga shteti, nga shumë sheshata dhe nga kisha më në fund erdhi dhe na sjellin shumë ushqime. Një mirënjohje është shumë pak përballë ndihmës që ofroi motër Bernadette përmes misionit Shën Jozefi, i cili prej vitit 1995 u vjen në ndihmë banorëve të varfër të rrethit të Pukës, duke bërë shpesh më shumë se vetë shteti për këta banorë. Për këtë djallit malë në i hefakin e dhanë jo, se tanë shteti. 2 kile mill në kanë pronë, 2 kile sheshere, 1 kile vaj. Në tanë këtë borë, si për zotën 2 metra gjysë borë ka pas në zonë tonë.